por duhet teksuar se ne jemi i vetmi popull në botë që i frekuentojmë institucionet fetare të feve të tjera. Tazëm, kishën e Laçit e frekuentojnë dhe muslimanët të Bektashin. Po, e vërtet. Kishën e një homologët kishës Laçit që është në Kep në Rodonit, e të kishës Skënderbeut, e festojnë, shkojnë dhe frekuentojnë tëra besimet fetare. Sa i Salltiku në majtë të Malit Krujës, shkojnë tëra besimet fetare e festojnë atje. Edhe Ramazan, me qënë se ishim, kanë agjëruar edhe kolektë të cilët i përkasin besimit të krishterë. Kjo është gjë e bukur. Nuk kemi shumë barjera, ndoshta ka një përqafim. Për mua kjo është shumë pozitive, shumë fisnike. Kjo tregon se është një popull, ndryshe nga sa është paraqitur me gen konfliktuos të pandrejshëm, është një popull shumë fisnik. Po, dhe besimin në Zotin një, që e mban shumë besimin të. Besimin të Zotit, të Perëndia, të Allahu, janë emra të ndryshëm për të njëjtën gjë. Emra të ndryshëm për të njëjtën gjë, është padyshim gjë